Përshëndetje, unë jam mësuesja Fatime Ali, pranë shkollës fillore Zhivko Brajkovski Butel 1. Jap mësim në klasë të dytë dhe për sot kam përgatitur një mësim mësimore nga lënda e gjuhës shqipe, zhvillimi i shkronjave z dhe zh të dorës. Qëllimi: të mësoj shkronjat e dorës të vogla e të mëdha, të dalloj shkronjat e dorës dhe shkronjat e shtypit, të shkruaj pas të shkronjat e dorës, të formuj rrokje fjali, të gjej fjalë që fillon me shkronjë të duhur, të lexoj me shkronjat e dorës. Sa shkronja i ka alfabeti gjuhës shqipe? Ju e dini shumë mirë, fëmijë. Se alfabeti i gjuhës shqipe i ka 36 shkronja dhe ne të gjitha i mësuam shkronjë pas shkronje të shtypit, vazhduam me të dorës dhe arritëm ke shkronja z e dorës. Shkronja tingulli z është bashkëtingëllorja e 35 e alfabetit. Ajo ka 3 elemente. Shkruhet si shkronja z e shtypit. Fillon me hark duke tërhequr dorën ngadalë nga vija e fushës së gjerë. Vazhdojmë pjeshtazi deri te vija e fushës së ngushtë dhe prapë vazhdojmë me një lëvizje të ngadalshme të lakuar. Shkronja z e madhe e dorës dhe z e vogël e dorës. Me anë të zanorëve ne formojmë rrokje me shkronjën z. Za, ze, z. Zi, zu, zo, zy. Formojmë fjalë me rrokje, marrim rrokjen ze dhe shtojmë rrokjen mër, fitojmë fjalën zemër. Ze dhe bra, fitojmë fjalën zebra. Ze dhe ro, fitojmë zero. Z dhe ri, fitojmë fjalën zëri. Rrokjen zam dhe rrokjen vak, fitojmë fjalën zambak. Rrokjen zy dhe r, fitojmë fjalën zyre. Rrokjen za dhe rrokjen ri, fitojmë fjalën zari. Zjarr, fi, kës. Këtu kemi të bëjmë me një fjalë 3 rrokëshe. Zjarr plus fi plus kës, zjarfikës. Plotësojmë fjalët. Mirë, shkruhet së bashku zemër mirë. Bardhë, zemër bardhë. Artë, zemër artë. Butë, zemër butë. Shkronja z në pozicione të ndryshme. Gjatë të shkruarit dhe dëgjimit, dëgjojmë dhe shkruajmë shkronjën z në fillim të fjalës. Zara, Zamira, Zanfina. Në mes të fjalës muzikë. Pra kemi shkronjën z në mes shkronjës u dhe ki. Gëzim, shkronja z në mes të fjalës. Në fund të fjalës. Zbraz, puhiz, televizor, Eliza, vajzë. Ne mund të shkruajmë edhe fjali me shkronjën z. Zara shkruan në zarf. Zamira luan me zanën. Zebra është me vija. Vazhdojmë me shkronjën zh. Shkronja zh, tingulli zh, është bashkëtingëllorja 36 e alfabetit. Është bashkëtingëllore e fundit. Është shkronjë dyshe. Shkruhet z e madhe e dorës dhe h e vogël e dorës, fillojmë zh të madhe. Z e vogël e dorës dhe h e vogël e dorës. Bashkojmë, fitojmë shkronjën zh e vogël e dorës. Me anë të shkronjës zh ne formojmë rrokje. Zhak, zhik, zheg, zhgun, zhyt,
zhak. Mund të formojmë edhe rrokje të tjera. Formojmë fjalë me rrokje. Nëse marrim rrokjen zha dhe rrokjen ba, fitojmë fjalën zhaba. Kjo është një qafsh që jeton në Këneta. Nëse marrim rrokjen zhy dhe tës, fitojmë fjalën zhytës, njeriu i cili zhytet në ujë. Nëse marrim rrokjen zhe, ne dhe rrokjen va, fitojmë fjalën Gjeneva. Gjeneva është një qytet në Zvicër. Nëse marrim zha, rrokjen pi dhe rrokjen ku, fitojmë Gjapiku dhe kjo është një kafshë. Nëse marrim zhur dhe ma, fitojmë fjalën zhurma, zhurma dihet. Shohim fjalë me veprim të kundërt. Shonja zh kur pështohet ndonjë teme merr veprim të kundërt. Vesh. Veprimi kundërt është zhvesh. Duket. Veprimi kundërt është zhduket. Vendos. Veprimi kundërt është zhvendos. Drejtë. Veprimi kundërt është drejtë. Vlerësoj. Zhvlerësoj. Bllokim. Zhbllokim. Shohim fjali duke përdorur shkronjën zh, zhytës. Zhytësi u zhut në ujë. Pra kemi zh të madhe në fillim dhe zhyt, shkronjën zh. Julieta e Zhaku shkuan në plazh. Zhurma pengon mësimin. Lexojmë. Hapim librin në faqe 79 dhe fillojmë të lexojmë. Shkronja z dhe zh. Sot i mbaruam shkronjat z dhe zh të dorës. Me këto mbaruam tërë alfabetin e gjuhës shqipe. Ju nxënës do ta ndryshoni përfundimin e këtij teksti nga libri duke shkruar në fletoret e juaja gëzimin që i mbaruat shkronjat e shtypit dhe të dorës. Vjersha, gjuha jon, shkruar nga Naim Frashëri. Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa me vlerë. Ju mund ta mësoni vjershën. Detyrë shtëpie. Të lexoni tekstin, të shkruani fjalin 5 herë, bozhuret më të bukura mësueses.